Unë jam drejtoresh për 4 muaj, por ndërkohë kam 29 vite që punoj në këtë shkollë si mësuese matematik fizik. Jam e nderuar që kam nxjerr nga duart e mia 29 breza, të cilët nëpërmjet kësaj interviste më lejoni t'i përshëndes. Dua fort, i mbaj mend ata dhe jam e sigurt që kam nxjerr në jetë modele shumë të mira për shoqërinë. Aktiviteti i ditës së sotme është një aktivitet shumë i rëndësishëm i shkollës tonë, për vetë faktin që është në 50 vjetor. Dhe të thuash 50 vite janë shumë, 50 vite është një gjysmë shekulli, 15 vite e një vatre dije, bëhen të gjitha bashkë dhe është vërtet kënaqësi që unë pata fatin ta organizoj këtë festë. Organizimi i festës ishte i lehtë për arsye se në shkollën Shefqet Sulejmani është një staf mësuesish të cilët kanë kualifikimin e parë, janë mësues me shumë eksperiencë, janë mësues që ditë që japin nga vetja, janë mësues që i duan nxënësit dhe mjafton t'ju thoshtin se do festonim dhe çdo gjë është gati prej tyre. I falenderoj juve si media që jeni sot pranishëm në këtë festë dhe uroj që nëpërmjet saj të përcillet gjithçka neve dëshirojmë ta sjellim tek ish nxënësit, tek ish prindrit e kësaj shkolle.